Hyma? Shpirtësi e tani? Kam pak dhimbje koke, por jam mirë tani, hall. Mirë. Sigurisht u të rëndite shumë. Zotri mjek, ku është ki Barbarosi? Këtu jam. Derisa vëlla im kërkon të vajzën e ti duke qarë para gjithë vendit dhe ti e dije për të. Barbaros, çfarë bëre ti? Çfarë bëre? Ti ke sytë nga jo? Ke frikë se vajza e Eupoglut nuk do të shikon të fytyrën tënde? Nëse do të merrte vesh gjithçka, prandaj e ke mbajtur të fshet? Zonja Haxhere, turp të kesh. Ti ai që duhet të kesh turp, Barbaros. A nuk e pash vajzën tonë në krahët e tu? A nuk ishte duke përqafuar me mbesën time? Ti i fsheha asaj gjithçka. Nuk i fsheha unë. Nuk e bëra! Nuk më nje fare ti? A jam unë kaq i pandershëm? Është kjo një nder? Ky është një nder? Ndërsa vëlla im të lutej që të gjesh vajzën e ti, kurse ti po knaqesh me vajzën e vëllait tim. Ti po shëtitesh e rreth e rrotull me vajzën e vëllait tim. Turp të qoftë Barbaros. Tani me njëherë, mua me njëherë do të më qoshte mbesa ime. Unë sonte në shtëpi do të hyj me larën time. Vëlla im do të hapi iftarim për herë të parë me vajzën e vet. Për herë të parë do ta festoj këtë bajram. Këtë bajram. Vëlla im duke ja puthur dorën bia e vet. Dhe zia jo 23 vjeçare do të marrë fund. Tani më dërgoj me njerë të mbesa ime, Barbaros, me njëherë. Halla, pasi të mbaroj serumi im, do të shkojmë së bashku, në rregull? Po, për ndryshe asaj do të bie sërish të fikët, Zoti na ruajt. Ashtu është mirë të dilni dhe të merrni pak ajër, fytyra juaj duket e zbehtë. Merret atë, që të përfundoj shpejt. O, Zot, më jep durim. Je bon, akoma nuk e arritur. Ku je, Haxher? Vëlla? Unë kam diçka për të thënë. Unë kam disa telefonata për të bërë, do të kthehen. Bëra sikur më ra të fikët sepse ti ma kërkove. Kam një vrim në krahun tim, po marr një serum këtu pa arsye. A nuk e shikon? A nuk do të shpjegosh asgjë? Pyet, Hyma, pyet. Por ka një urdhër konfidencialiteti për vrasjen e Bahar Eupoglut dhe rrëmbimin e Lara Eupoglut, pra nuk mund të të them asgjë. Djaloshi elektricist Zafer. E pash duke e arrestuar në pallat dhe pastaj e pash në atë ndërtesë. Hyma, të thash një gjë më duket. Ka një urdhër konfidencialiteti në këtë rast. E fshehur. Gjithçka është sekret tek ti. Dhe fshehur azi u dashurove me kushërirën time. Prandaj nuk e solle tek babai i saj. Arsyeja pse nuk e solla tek Xhaxhani Zami nuk është se u dashurova me të. Ende e quan atë Gylajshe. Më dëgjo, komisar. Ti mund të kesh rënë në dashuri me Gylajshen, por emri i saj është Lara Eupoglu. Më dëgjove? Dëgjova. Por edhe ti duhet të dëgjosh. Mua më duhet të zgjidh këtë çështje.
Nuk kam as një sekond për të humbur. Nuk mund të merrem me historitë tua të dashurisë. Ti mbaje disi hallën tënde dhe më lër të zgjidh çështjen time dhe të ribashkohesh me Larën tënde. Një njeri që mund të më mbaj nuk ka lindur ende. Sot ne do të marrim Larën tonë. Sonte kjo vajzë do të takohet me babain e saj. A e mirë? Nuk jam vlla. Nuk jam. Ndërkohë që duhet të merrem me çështjen, unë po kujdesem për fëmijët këtu. Vlla. Të lutem vlla, kujdesu për ata. Që të mos ikin dhe të shkojnë te Gylajshe. Vlla, faleminderit. Gjemal, Urdhro aga. filloni aksionin. Je përpjekur të ikër gjithë natën me trupin që ke. Por ti nuk je flutur, je bresh, e kupton? Ullu aty, ullu. Duhet të shkoj në banjë. Mos shko. Unë thash të ulesh. A duhet të më lagën pantallonat tani? Mos e bëj. Sa kohë, sa ditë, sa kohë do të na vëzhgoni tani? Për as shko sa kemi nevoj. Ali, nuk mund të vazhdosh kështu duke na vëzhguar, nuk mundet. Edhe sa kohë do të presësh ti, ha? Ha? Le të shkojmë së bashku tek babai i Gylajshës. Do ta bëjmë të lumtur. Dhe ajo është 23 vjeç, mund të qëndroj me ty nëse do, askush nuk mund të ndërhyjë në këtë. Do t'i marrim edhe një para dhe do t'i ndajmë, ha? Fidan, tani mos më zemëro dhe ullu aty dhe dëgjo. Po në thëret barbari. Si është situata? Zonja Haxhera u çment. Ajo thot se do të shkojë te Gylajshe sapo të përfundojë serumi i hymas. Te kini është përpjekur të arratisë gjatë natës. Është e qartë. Ai do të fluturojë te Jopogullu sapo të dalë. Unë po them ta vrasim të idiot. Do e varrosim vendin ton, askush do e gjej. Shh. E çfarë do të bëjmë me ta? A do të vazhdojmë ndet ta ruajmë këtë? Ky Tekini që po thua, a ka kryer ndonjë krim, a ka dosje penale? Nga ta di mërë djalë. Me sa di unë, a ishe të barë në të palishme në klinikën veterinare ku punon. Zi asgjë tjetër. Në rregull, kjo mjafton. Mjaft. Hape derën tani. E përse duhet ta hap derën? Të thash hape derën. Përshëndetje të gjithëve, shpresoj të jeni mirë. Kë gjete? Gjemal? Mirë, jepe telefonin Gjemalit. Urdhro aga. Neni 193. Shitja e paligjshme e pilulave mjekësore, barnave dhe medikamenteve të gatshme. Neni 155 është shkelje e besimit, mashtrimi thjesht, fitimi të ardhurave nga mallrat e vendit të punës ku punon.
Në rregull, komisar. Tekin Parlak. Nuk mund t'ja mbathesh nga ligji. Shiko, ky oficer është nga lënda narkotike dhe ai është nga departamenti i rendit publik. Tani po të arrestojnë në bazë të nenit 193, shitja e banave mjekësore pa leje, dhe neni 155 për përfitimin nga të mirat e sipërmarrjes ku punon dhe shkeljet besimit dhe mashtrim. Kështu që urdhroni miq, mund ta merrni këtë. Motër? Çfarë po ndodh? Ali. Më lësho. Ky është një kurth. Ti më vendose në kurth. Ky është një kurth. Ti më bëre një kurth. Po, ky është një kurth. E shto edhe nenin 265 në listën e tij të krimeve. Rezistenca ndaj policisë. Shumë respekt, vlla. Kujdes me këmbën. Faleminderit. Shiko e këtë mbret. E çfarë bëre kështu ti? Çfarë duhet të bëj djalë? Nuk mund ta vëzhgosh njeriu gjatë gjithë ditës, unë kam nevojë për ty sot. Ti do të kujdesesh vetë për gruan tashmë. Për gruan do të kujdesem vetë, por shpresoj që mos të kem probleme më vonë. Hajde punë të mbar. Çfarë do të më bësh, Ali? Ali, çfarë do të më bësh mua? Kam një ide shumë të mirë. Në rregull, prokuror, në rregull. Unë do t'ju raportoj për progresin. Faleminderit. Zonja Xhere! Zonja Xhere, ty për tras, ndalo! Mos guxo të më ndalosh Barbaros. Unë do të shkoj, do të marr mbesën time dhe do ta çoj tek vëlla im. Ec hyma. Zonja Xhere, mos më bëj të të arrestoj! Çfarë the ti? Vetëm 5 minuta më parë, arrestova një njeri vetëm sepse u përpoq të shiste Gylajshen zonjë. Ai ka shkelur konfidencialitetin e çështjes. Edhe ti e duke bërë të njëjtën gjë, mos e bëj. Nëse vazhdon ta bësh, do të të arrestoj ty dhe Hyman. Nuk do të tregoj mëshirë as pak. Do të më arrestash? Mua. Edhe Hyman. Do të na vendosësh pranga në kyçet e dorës, sepse duam t'ja çojmë vajzën tonë, babait që vuajti për 23 vjet rresht. Ajo vajzë dhe babai i saj do të presin për të ribashkuar. Unë do ta zgjidh rastin së pari, pastaj ata do të ribashkohen. Gjatë këtij procesi ata nuk do të marrin vesh asgjë. Nëse thua se çështja ime nuk është e rëndësishme dhe se do të shkelësh urdhrin e konfidencialitetit, unë do t'ju prangos të dyjave. Vetëm ta dish këtë. Mbrëmti ishte i dashuruar. Dhe tani e një polic. Ti kur do të jesh njeri, Barbaros? Askush nuk do pres. Askush nuk duhet të pres njerëzillëkun nga unë kur rrezikohet jeta e Gylajshes. As ti mos prit. Gjaxha, çfarë ndodhi? Nuk mund të rrija në shtëpi. Ende nuk ka lajme për vajzën time. Dhe hala jote më tha se do të vijë te Riva Park. Çfarë po bën ai këtu?
Zonja Haxhere mund të ta thot. Mua më duhet të shkoj tani. Barbaros! Haxher, çfarë po ndodh? Asgjë valla, kam harruar t'i them diçka. Më prit pak, do të vi me njerë. Xhaxha, E dashur? a je mirë ti? Po mos sfidon si duket. Gylajshës nuk i the se ajo është Lara. Ke thirrur Xhaxha Nizamin këtu, por nuk i ke thënë që bia e tij është 100 metra larg. Më pështyve në fytyrë, por nuk më shite. Ti je ajo që më sfidon mua. Po luaj një lojë shansi me jetën time. Nëse nuk më beson, më qello me armë. Nëse ke guxim. A nuk do të shesim qoftë edhe manti? Ne nuk kemi para të mjaftueshme. Së pari do të fitojmë para nga çaji dhe supa, pastaj do të fillojmë të shesim sanduiçe me qoftë dhe manti. Në rregull. 100 qaja dhe 50 supa. Ç'është kjo? Kapitali për qofte dhe manti. Harun, Jakub, grosja është ndezur. Hajde, bëni dush para se të ftohet. Hajde vija. Sabit? Hiq atë? E mbarove me të? Ha, mbarova. O zot, motër sa shpejt e ke thurur këtë? Ha, nuk fjeta fare tërë natën. Kjo është e njëjta, Merxhan? E njëjta është. E njëjta është vëlla Sabit. Ai të shkon shumë vëlla, je shumë i bashëm, a? Ktheu pak të ço? Oh, ta mbash me shëndet. Edhe në mbrëmje do të mirëpresësh mysafirët me gjupin tënd të ri. Çfarë mysafir është vajz? Pastaj pse e shikon frigoriferin ashtu? A nuk agjeron? Ashtu mendova ta ftoja tezën Haxher për iftar nëse hyma është më mirë, po kontrolloja kam javë ves për të bërë një revani. Edhe do t'i tregoja asaj për strehën, ndoshta ajo mund të dhuroj para për këtë gjë. Në fakt jam e sigurt se do ta bëj duke si një grua shumë dashamirëse. Nga e kuptove se ata janë shumë dashamirës, Gylajshe. Nga mënyra se si më shikonte. Se si më përqafoj. Ajo nuk mund të të përqafoje. Gylajshe është e imja. Vëlla Sabit, tashmë po çmendesh nga xhelozia dhe ti, ha? Unë mendoj se ajo se kishte një problem në fakt. Si e zbulove atë shpejt se a kishte një telash? Ti e pe vetëm 5 minuta, Gylajshe, por ti tashmë praktikisht po e lexon atë. Ai nuk është kështu motër. Ai ke para të xhaxhain që kërkon vajzën e tij në televizion? Si të saj shikonin me të njëjtën keqardhje. Pyes veten nëse edhe ajo humbi dikë të afërt, sa i pëlqen të bëj shumë mirësi. Është e pa kuptim, vajz. Më jep ato ves, unë do kujdesem për to. Përse? Unë do bëja disa ves të fërguara për djemt. Nuk do mjaftojnë 2 ves për revani. Çfarë do të shërbe mysafirëve tani për iftar? Vajz, Gylajshe, hajde shkove dhe vare tabelën. Ai mirë, në rregull, of. Klientët do vinë në mbrëmje. Mirë, në rregull. Por shiko, nëse kemi shumë klient, nesër do të ftoj tezën Haxher për iftar, ta dish. Mjaft me atë tezën Haxher, ose do të ra tani. Ai mirë, në rregull. Merxhan. Ha? Ajo nuk mund të ftojë mysafir.
Mirë, Sabit, ne do gjejmë një rrugë dalje. Ajo nuk mund të dalë para klienteve në iftar. Ata do ta njohin nga televizioni, Merxhan. Merxhan, Mirë, në rregull, por ata mbyllim atë në një dhomë, çfarë të bëjmë, Sabit, ha? Do të jetë mirë të mësohesh me to. ky lajsh është e imja, Merxhan. Ky lajsh është e imja. Në rregull. Ky lajsh është e imja. Nuk do ta jap ky lajshën. Po e jotja është. Unë nuk do ta jap atë. Oha, Hajde, nuk mundet. O zot! Motër Merxhan vrapo? ndalo ti, zemër, ndalo. Unë jam mirë, valla, mashallah. E shoh që edhe ti e mirë, aq mirë sa e solle edhe Fidanin këtu. O zoti im i madh. Motër! Moj vajzë më duhet që ta silja këtu. Është në shumë të lashe, mos bërtit. Mos si trazo gjërat. Mbyllë gojën. E mirë, do ta mbyll, valla. Në vend të kësaj do të flas motra. Motër të thash. Të thash se kjo ishte një ide shumë e keqe, Ali. A, dhe ti po s'ke pasur një ide, me të vërtet, jam e tronditur tani. Motër! Vajzë Gylashi, çfarë po ndodh? Motër, shikoni, kemi një mysafir, doja të të pyesja për të ata rahun? Më fal, apo ta mirë presa do ta bësh ti? Largoje këtë grua nga këtu siç e solle. E se duhet të flasim bashkë. Nuk ka gjë për të folur. Do largohet. Erxhan, mos u shmend tani. Të flasim bashkë tash. Mirë, ti e deshe këtë. Ej, le të flasim Erxhan. e Duhet të çmendur. flasim. Zipkin fute brenda këtë. Hajde. Jo, nuk mund ta futesh në shtëpinë time. Erxhan! Ajo grua nuk mund të hyjë në shtëpinë time, Zipkin. Ali, më lësho. Më lësho, Ali. Hajde. Ali, thuaj çfarë ke për thënë. Më lësho. Ali, më lësho. Hajde më thuaj çfarë problemi ke vajzë. A nuk më dëgjon mua? Pse duhet të dëgjoj ty? Si mundet ta silje këtë grua në hundën time? Sepse barbari e arrestoi Tekinin. Po ne duhet të kujdesemi për ta e merr vesh. Nëse le të shkojë, ajo do të shkojë te Jopollu dhe do t'i tregoj se kush Gylashi. Por ajo do flas vetë me Gylashin këtu. S'ka për t'i thënë. Nëse ja thot atëherë Gylasha do t'i kej jati. Dhe nga kush do t'i marrë Fidani ato 10 milion? Mos ma luaj mendjen, Ali. Mos ma bëj të çmendem. Ajo grua do largohet nga këtu. Nuk do të largohet. Do largohet. Lëre Zipkinit të kujdeset për të. Çfarë më intereson? Nuk do t'i. Nëse ajo largohet, unë do të kujdesem për ta. Ti aje i çmendur? Me çfarë po më kërcënon mua? Me çfarë? Ajo grua u përpoq tash te Gylashen. Këtë nuk e them nga xhelozia. Moj ti, a mendon se solla të grua për të bërë xheloze? Nga ta di unë, kur më pe në derën e Jopollut, shkove duke vrapuar te Mos Fidani. Mos guxo ta hapish këtë temë dhe të më shmendesh. Gjithçka mes me dhe teje ka marrë fund. Merxhan, merre vesh këtë. Dhe vetmja punë e imja është që të siguroj sigurinë e Gylashe para se të shkoj në burg. Ti, a je i sigur se do të shkosh në burg? Po Sabitja nuk të tregoj? Më tregoj, por nuk e di. Mendova se Barbari mund të kishte gjetur një mënyrë. Aje e gjeti atë tashmë.
Ne treguam gjithë shka që dini. Prokurori ka për të kërkuar dënimin më të vogël të mundshëm. A ja the të gjitha? A u tregove edhe për nënën e Gylayshës? Jo. Nuk do ta kisha thënë këtë. Mendova se ai s'donte të bashkëpunonte me një vrasës. Vrasës. Jo një vrasës. Ishte një aksident, ishe fëmijë. Të njëjtën gjë do t'i themi Gylayshës. Dhe ajo do thot, mirë, më vrave nënë dhe më ndaven nga babai, por ishe fëmijë, nuk ka problem. Nejse. Barbari po vjen tani. Unë po shkoj lart. Ajo grua do largohet nga këtu. Merxhan. Ajo grua ka për të qëndruar këtu para syve të mi. Përse? A do e fillosh nga e para me të? Çfarë po thua? Pra ti e the se gjithçka mes nesh ka mbaruar. Për Firdanin po flas. A do e fillosh nga e para me të? Vaj, çfarë nuk kupton këtu ti? Nuk është koha për xhelozi tani. A kështu mendon? Atëherë më thuaj koha ime kur do vi? Koha jote ka mbaruar, Bese. Që nga i momenti kur më bëre gjërat pas krave të mi, e mban mend? Mbaroi. Gylayshë, na lë të hyjmë brenda, çfarë do të bësh tash? Do qëndrosh deri në mbrëmje? Jo. A jam e çmendur të qëndroj këtu deri në mbrëmje? Nuk është e çmendur. Sigurisht që nuk jam. Do të hyj brenda unë, pasi ta largoni ju këtë grua, unë do të hyj atëherë brenda. Por deri atëherë nuk do të largohem nga kjo derë, ta dini. Ajo u largua nga dera? Kjo vajzë është me të vërtetë e dashuruar, duket se Nizam Eyüpoglu jo vetëm që do të ribashkohet me vajzën, por edhe dhëndrin do ta njoftoj tani. Nizam Eyüpoglu nuk mund të takohet me vajzën e tij. Gylayshë është e jona. Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. A je mirë? Tani ndihem më mirë që të pash. Vërtet. Po. Ashtu. Si është hyma, është më mirë ajo? Mirë, s'ka asnjë problem. Nuk ka asnjë problem. Barbar. A i di mbram kur më the se ke nevoj për forcën ti me këtë kohë? Më the pra, a i di? A mos valë ke ndonjë problem? Ha? Ti çfarë po bën atje? Po qëndron tek dera se një ushtar? Çfarë po bën? Qfar mund të bëj? Po mundohem të mbaj Fidanin jashtë të piston. Ti pse ndërrove temën tani më thuaj? Ha, Aliu po vjen. Shko. Kur mos më fal për një problem tëndin? Kur mos më trego? Përshëndetje zogjt e zjarrit. Sabiti im? Barbarim? Zipkin? Mbret, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje.
Përshëndetje, motor. Gylajshe? Motra jote është poshtë, shko shihe nëse do. Sabit, Zipkin, mbylleni atë në rimor kjo. Jakub, mere arë unë dhe shko të luash të dyqani gomave. Në rregull. Kini kujdes mos u thyeni diçka. Vishuni mirë mos keni ftohtë. Më duhet të di diçka përpara se të fillojmë të flasim. Të dëgjoj? Gylajshi është dashuruar me ty. E di. Për ti e përqafove më rëmë nëse mban me. Pse, bare? Apo argëtohesh me të? Këta nuk e di. Do t'ja dërzojmë Gylajshin babait të saj dhe së shpejti do shkojmë në burg. Tani nuk e di nëse do thuash i detyra jote u krye dhe do t'largohesh. Prandaj të thira që të t'pyes Barbara Sunali. A je aq i dashuruar me motrën time, sa për ta mbrojtur atë? Shiko vlla. Unë ose do t'i tregoj Gylajshes për ndjenjat e mia, ose do t'i marr me vete në varr. Por dije se nuk do të largohem kurrë nga Gylajshe. Më premto. Të premtoj. Gylajshe nuk do të më shoh në sy pasi të marrë vesh për gjithçka. Por unë do ta shoh atë çdo ditë. Dhe kjo është e mjaftueshme. E si do ta bësh këtë? Unë jam djali i shërbëtorës pallatit e Jupogu. Ne jetojmë në një ndërtesë shtesë pranë pallatit. Ti je djali i tezës Shirin? Po. Gylajsha do të jetë në pallat dhe unë do të jem në ndërtesën shtesë. Mos u shqetëso. O zot, o zot. Alo? Zonja Anaz, eja këtu shpejt? Që talë është larguar me Diman. Eja. Shife ti. Ti je djali i policitezës Shirin, apo jo? Babai? E thash të gjithë të vërtetën për babain tim. Baba nuk kam. Më vjen keq. Gjithsesi, le të kalojmë në temë tani. Nizama Jupoglu është në Riva Park për momentin, 100 metra larg nga këtu. Po je more vesh? Nuk e di. Ai erdhi kur unë po largohesha. Nuk rrinte dot në shtëpi. U shqetësua duke pritur lajme nga Lara dhe doli. Nuk munda as ta shikoja në sy. Sepse nuk e çove vajzën, apo jo? Zipkin. E Jupoglu më rriti mua.
Falti, unë jam polic sot. Fakti që s'mund ta shikoj në syrin më lëndon. Çfarë do ndodh tani? Tezja Haxheresh me të. Po sikur ti thot ajo. Shpresoj të mos ja thot. Nëse ajo më beson pak, nuk do t'ja thot këtë. Ajo nuk do të bëj asgjë që mund të rrezikoj jetën e mbesës së saj. Po sikur të mos besoj. Pastaj Nizam Eyüpoglu mund të vijë këtu në çdo sekond për të marrë vajzën e tij. Nuk mundet. Ai nuk mund ta marrë Gülayshë. Gülayshë është e imja. Mare Sabit. Dakor, më valla. Në rregull është? Nuk është në rregull. Të gjithë duan ta japin Gülayshën. Edhe ti do. E do Ali. Por Gülayshë është e jona. Gülayshë është e imja. Nuk do t'jap. Sabitim. Dëgjoj. Së pari duhet të gjejmë një mënyrë për të shpëtuar Gülayshën. Mirë? Dhe pastaj duhet të sigurohemi që Aliu dhe Zipkini do të marrin dënimin më të vogël. Kuptove? Pra ne do të flasim më vonë për dhënien e Gülayshës. Gülayshë do të shpëtohet? Aliu dhe Zipkini do të shpëtohen? Ne nuk do flasim për dhënien e Gülayshës. Në rregull? Ndarja nga Gülayshja do t'i shkaktoj më shumë dhimbje këtij fatkeqi. Çfarë do ndodh tani? Pasi të dorëzojmë Gülayshën, do të shkojmë në burg. Çfarë do ndodh me Sabitin? I thash prokurorit që ke kërcënuar Merxhanin. Kështu që ajo nuk do të marrë asnjë dënim. Sabiti do të qëndroj me të. Mos u shqetëso, unë do të kujdesem për ta. Tani, prokurori mori parasysh fjalët e tua. Ai do të shqyrtojë deklaratën që ke dhënë për Nerminin, por ne na duhen prova. Makina që solli Gülayshë është e Nerminit. As mjafton kjo? Mjafton për akuzën, por jo për mua. Duhet jemi të sigurt se Nermini ishte ajo që ja shiti Gülayshën çatallit. Ti nuk je i sigurt? Jo, nuk jam. Nuk jam, vlla, sepse Nermini nuk është një grua e tillë. Dhe ajo nuk është as pak një person që mund të tradhtoj. Ajo është shumë besnike ndaj Eyüpoglut. Dhe si mund të jemi të sigurt? Për bes nuk e di. Nuk e di, prandaj erdha këtu që të mendonim dhe të diskutonim bashk. Po ti çatallin a mund ta gjesh? Kjo mund të zgjidhet lehtë. Ç'ndodhi? Çfarë ke në mendje? Kam një ide shumë të mirë.